Të nderuar miq, përshëndetje dhe mirë se shihemi sërish. Do të flasim sot për një temë mjaft të rëndësishme në fenë islame, do të flasim për një koncept mjaft të dëgjuar gjithashtu në shoqëri. Do të flasim për termin se çdo të thotë pejgamber, çdo të thotë rasul, çdo të thotë profet. Pra e dëgjojmë me terma të ndryshme, por se duam të dimë se çfarë ne kuptojmë me këtë term dhe a bëhet fjalë për të njëjtin koncept, pra janë sinonime të njëjtit, po themi, koncept apo ka diferenca mes tyre. Për të njohur pra me këto terma dhe sot do të kemi shpjegimet e Hoxhës nderuar Ahmet Kalaja. Hoxhë, mirë se vini. Mirë se gjetëm. Ne përmendëm atë që dëgjojmë shpesh, pra dëgjojmë Rasul, profet. Pse pra këto emërtime të ndryshme, pra dëgjojmë fjalën Muhamedi i dërguar i Zotit, profeti i Zotit, Rasul, Nebi, çfarë nuk kuptojnë të gjitha këto diferenca? Jo, do të thënë titulli është i njëjtë, po këto konsiderohen sinonime të njëjtit emër, domethënë të gjitha nuk kuptojnë të njëjtën gjë, mirë po gjithsecila është parë një këndvështrim pak më të veçantë sa këndvështrimi tjetër. Le të themi si fjalë, origjina e fjalës nebi, që ne i themi profet, nënkupton njeriu i cili ka vizion për të parashikuar diçka, për të paraparë diçka. Faktikisht profetët të tillë janë, ata kanë vizionin nga Zoti për të parë gjëra që të tjerët nuk i shohin, për të paralajmëruar për gjëra të cilat të tjerët nuk i shohin. Për këtë arsye ka profet të vërtetë, që janë pejgamberët, profetët, dhe ka profet të rrem, ata të cilët mashtrojnë, ata të cilët ngrejnë iluzione apo e përdorin, domethënë, një aftësi më të veçantë se sa të tjerët për interesa personale apo për gjëra të këqija. Tek profetët e vërtet, kjo është aftësi e tyre personale apo është inspirim që Zoti i ju jep për të parashikuar ose për të orientuar? Profetët e vërtet, pra pejgamberët, sepse desha të bëj edhe dallimin mes fjalës nebi dhe rasul. Ndërsa kemi fjalën, pra nebi është profeti, ai i cili merr një shpallje nga Zoti dhe nëpërmjet kësaj shpallje ai paralajmëron, parashikon gjërat që Zoti ja jep në një kufi të caktuar. Për shembull, profeti sallallahu alajhi wasallam ka parashikuar shumë gjëra të cilat nuk kanë qenë në kohën e tij. Ai ka folur për makinën, ai ka folur për, le të themi, shumë gjëra që janë sot mjetet të teknologjisë moderne, ai ka folur për do të ndodhin luftra, do të ndodhin tërmete, do të ndodhin që njeriu, domethënë, do të lëvizi me një shpejtësi shumë të madhe sa koha që ai ka jetuar, dhe shumë gjëra që ai ka parashikuar dhe paraparë në atë kohë, po realizohen sot. Në këtë kuptim, ai të gjitha i kishte nga Zoti, po ai nuk mund të kishte më shumë se sa i kishte dhënë Zoti. Pra Zoti i dha disa gjëra edhe aq kishte. Ndërkohë që profeti i rrem, ai domethënë ai supozon që din gjithçka, parashikon gjithçka, dhe shumica e parashikimeve të tij janë falso dhe janë mashtrime, janë, le të themi, janë parashikime sharlatane. Ndërsa profeti si njëri që i vjen shpallje dhe zbulesë nga Zoti, ai ka gjëra të kufizuara aq sa i jepet mundësia nga Zoti. Pra ekuivalenti i fjalës profet është nebi nebi në gjuhën arabe. Pra nebi, ai i cili ka një lajm, ai i cili ka për të thënë diçka që ka të bëjë me të ardhmen apo diçka që nuk e dinë të tjerët. Kemi në gjuhën arabe gjithashtu fjalën rasul. Rasulën kupton të dërguarin. Pra, kur shkon njëri nga një vend tjetër, nga një qeveri në një qeveri tjetër, nga një shtet në një shtet tjetër, si përfaqësuesi një fisi apo si përfaqësuesi një populli apo si përfaqësuesi një shteti, quhet rasul, pra i dërguar ose ambasadori i tyre. Edhe profetët e Zotit faktikisht kanë funksionuar si ambasador dhe si dërguar të Zotit. Pra, Zoti nuk u është shfaqur njerëzve që t'u tregojë se çfarë duhet bëjnë dhe çfarë nuk duhet të bëjnë, por ka sjell pikërisht të dërguarit e tij në mënyrë që njerëzit pastaj të ecin sipas udhëzimeve të Zotit nëpërmjet inspirimit që Zoti ju ka dhënë të dërguarve të tij. Pra, një mbret nuk vjen vetë për të paraqitur për çdo detaj, por sjell, le të themi, delegatët ose sjell të dërguarit e tij, sjell përfaqësuesit e tij. Dhe si më thënë, në momentin që ai e vërteton faktin që është i dërguari mbretit, personi apo populli që ka përballë duhet të bindet fjalës mbretit, pavarësisht se nuk ka ardhur vetë mbreti. Edhe Zoti i gjithësisë, ai nuk është shfaqur vetë, as nuk ka ardhur vetë, por ka sjell pikërisht këta profet ose këta rusul, pra këta të dërguar, këta pejgamber, dhe këta tani, domethënë,
kanë vërtetësim, pra diçka që vërteton se me të vërtetë ta nuk janë mashtrues, nuk janë të çmendur, nuk janë të zënë nga xhindët, nuk janë thjesht njerëz të zgjuar, po janë njerëz që kanë me të vërtetë nga Zoti diçka. Dhe Zoti i pajis profetët me këtë diçkan, që ne do të flasim më pas, që vërteton që janë të dërguar, se unë si popull, pse duhet të besoj këtij që është i dërguar dhe nuk duhet të besoj këtij tjetrit? Ose si ta bëjmë dallimin ndërmjet një të dërguarit të Zotit vërtet dhe një sharlatani që shitet si i dërguar i Zotit, gjë që ne shohim her mas here dhe shfaqen her mas here, mbas kohe, siç e ka treguar këtë profeti sallallahu alaihi wasallam. Atëherë, në momentin që i dërguari sjell faktin, sjell argumentin që është i dërguar i Zotit, atëherë populli duhet i bindet. Në rastin ton, popullit duhet i bindet. Pra, në momentin që vërtetohet që Muhamedi është i dërguar i Allahut dhe ka fakte që ai është i dërguar i Zotit, atëherë populli mbar dhe popujt mbar dhe njerëzimi mbar tashmë atij duhet i bindet dhe duhet të jetë në rrugën e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Kështu që në gjuhën arabe kemi dy terma, kemi nebi dhe kemi rasul, profet dhe i dërguar ose pejgamber. Profeti nuk është kusht që të ketë libër dhe nuk është kusht që të sjellë legjislacion të ri. Pra profeti mund të jetë thjesht një ripërtëritës. Ne jemi shembull hosh të i profetit. Do të japim shembull. Ndërsa i dërguari ose resuli ose pejgamberi është ai i cili i vjen libër dhe vjen me ligj të ri. Musai ishte pejgamber, Haruni ishte profet, ishte nebi. Pra Isa alayhis salam ka qenë pejgamber, Musa alayhis salam ka qenë pejgamber, Ibrahimi alayhis salam ka qenë pejgamber, Nuhu alayhis salam ka qenë pejgamber. Ndërsa të tjerët janë ta kanë ardhur me mesazhe dhe me ligje. Me mesazhe dhe me ligje. Ndërsa nebi nuk është kusht që të ketë ligj të ri ose të ketë patjetër libër. Pra mund të jetë thjesht Yusha ibn Nun, djaloshi i Musait. Djaloshi i Musait, mas vdekjes Musait dhe të Harunit, ai ka bërë punën e Musait dhe të Harunit. Mirë, ai nuk ishte pejgamber, ai thjesht ligjin e Mojsiut, Musait alayhis salam, e ka ruajtur dhe ka vazhduar me mësimet e Musait alayhis salam. Kështu që ky është dallimi mes nebi dhe rasul. Për këtë arsye numri i nebive, pra profetëve është 124.000 dhe numri i pejgamberëve, rusulve është 316. Pra vetëm 316 kanë ardhur me libra të rinj ose me legjislacione të reja, ndërkohë që pjesa tjetër, pra 124.000 minus 316, janë të gjithë ripërtëritës, pra mbajtës në jetë ose mbajtës në vitalitet gjallë të asaj që ka sjellë profeti apo në një profet përpara tij apo 2 apo 3 breza më përpara, thjesht nga profetin profet, nga pejgamberin pejgamber kanë qenë disa profetë që thjesht kanë ruajtur mësimet e X profeti, X pejgamberi, X të dërguari ose resuli, sepse në arabisht është më e kollajshëm. Fjala nebi, kështu që ndonjëherë mund të marrë edhe konotacion negativ, domethënë, po faktikisht edhe në gjuhën arabe fjala nebi ka kuptimin e nebijit të vërtet dhe nebijit jo të vërtet ose mashtrues. Pra është e njëjta fjalë që përdoret për të dyja. Kështu që nuk shoh problem që tek hoxhallarët apo tek dietarët përdoret dhe fjala profet, ashtu siç përdoret edhe në gjuhën arabe e njëjta fjalë nebi. Në rastin e profetit ton, Muhamedit alayhis salam, dietarët ton në fazën e parë të profecisë së tij, ai funksionoi si nebi. Pastaj u bë rasul. Në fazën e parë nuk kupton pjesën e Mekës. Kur i zbriti Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq, pra lexo me emrin e Zotit të i cili krijoi. Ajetet e para, ai thjesht ju zbulua se është, si më thënë, i zgjedhur i Zotit dhe është një profet i Zotit. Dhe kur erdhi fjala e Zotit, ja ju el mudaththir, kum fa andhir, o ti i mbuluar, çohu, ngrihu dhe të riqu vërejtjen, këshilloi njerëzit. Atëherë nuk ishte më thjesht një nebi, pra që i erdhi një zbulesë nga Zoti, po këtë zbulesë duhet ta përçonte tek njerëzit. Pra nuk ishte më diçka thjesht mes tij dhe Zotit, po ishte diçka që duhet të shpërndajë në të gjithë njerëzimin. Ndërkohë, pse profetët, pra cili është roli i tyre, pra pse Zoti ka zgjedhur njerëz përmes tyre të përçohet mesazhi i tij.
pse kjo zgjedhje dhe cila duhet të jetë, po themi, konsiderata apo raporti apo qëndrimi që njerëzit duhet të kenë ndaj profetëve. Është një qëndrim, po themi, që ata zgjedhin të dëgjojnë apo ata janë po themi këshillues, këshilla të cilëve detyrimisht duhet të merret në konsiderat dhe të tregohet po themi seriozitet ndaj saj. Ne e tham dhe pak më herët, Zoti i Madh, domethënë besimin në Zot, besimin në botën tjetër, besimin në engjëjt, besimin në xhindët, është diçka që ka të bëjë me të fshehtën. Dhe njeriu, për sa i përket mundësive të tij për të përballë me të fshehtën, janë shumë të kufizuara. Pra njeriu dritën e diellit nuk e sheh dot më shumë se 3 apo 4 minuta sepse pastaj i errësohet gjithçka. Njeriu, domethënë, shpirtin e vet nuk di ta komentojë si funksionon. Shumë ndjesi apo shumë shije apo shumë le të themi gjëra brenda nesh ne i kuptojmë se funksionojnë, por nuk e dimë sekretin e tyre se si realizohen në detaj. Kështu që njeriu është i panjohur për vetveten e tij se si funksionojnë gjërat, e jo më të flasë pastaj për botën e engjëjve apo për Zotin e gjithësisë. Për këtë arsye edhe Zoti i Madh ka sjell profetët. Pra, Zoti i Madh nuk paraqit vet, po thjesht na solli neve profetët. Pse? Sepse njeriu ka të pamundur të përballet vetë me Zotin. Në një rast të historisë e njerëzimit ka tentuar një njeri të shohë Zotin e tij, që ishte Musa alayhis salam, dhe ndodhi ajo që ndodhi, u shkri mali, u tret. Në momentin që Zoti ju shfaq, jo Zoti me madhështinë e tij vet drejt për drejt, po diçka nga drita e Zotit ju shfaq edhe u shkri mali. Pra njeriu e ka të pamundur. Për këtë arsye dhe Zoti i Madh sjell profetët në mënyrë që të jenë ata, domethënë, si më thën, zbutësit ose ndërmjetësuesit ose përshtatësit e asaj që Zoti sjell në tokë për njerëzimin dhe për njerëzit. Për këtë arsye tha Zoti në Kur'an, unë po të doja i sillja profetët të dërguarit engjëj. Mirë po jo i bën për njerëzve. Pse? Sepse po të ishin për engjëjve do thoshin njerëzit, po këta janë diçka tjetër dhe e kanë shumë të lehtë që ton bëj ose mos bëj. Ndërkohë që pejgamberi është njeri si të gjithë njerëzit dhe njerëzit e shohin atë si shembull, e shohin atë si diçka që është e mundur për të bërë. I pari që e bën është profeti, pastaj e bën edhe njerëzit e tjerë. Pra Zoti i Madh, për ta mbyllur pyetjen, Zoti i Madh i ka sjell pikërisht të dërguarit e tij, profetët e tij, në mënyrë që ata të përfaqësojnë zërin e Zotit në tokë. Zoti nuk është shfaqur dhe kjo është një sprovë. Zoti nuk është shfaqur dhe kjo është një sprovë. Pra Zoti i Madh ka lënë argumentat, ka lënë shenjat dhe ka sjell, si më thën, ka sjell Ciceronin e tij në tokë. Pra, ti shkon tek një pallat i madh dhe nuk mund thuash ku është ndërtuesi, se kjo patjetër e ka një ndërtues. Po vjen dikush dhe shpjegon. Gjë, kur të futesh do të futesh nga kjo dera, si fillim do të bësh këtë, do të bësh këtë, kur të futesh në filan vend do të bësh në filan etj. Ai të sqaron se si menaxhohet. Atëherë Zoti i Madh nuk na është shfaqur, por na ka lënë në këtë mrekulli të madhe që quhet bota dhe universi, aq sa kemi. Aq sa ka arritur njeriu dhe ne ka sill Zoti pikërisht këto Ciceron, të cilët të sqarojnë se çfarë duhet bërë, çfarë nuk duhet bërë, si duhet sillemi, si duhet reagojmë etj. Dhe ky Ciceron nuk flet nga vetja e tij, po flet gjithmonë nga Zoti dhe krijuesi. Dhe kjo është sprova për njeriu. Pra duket sikur s'ka asgjë jo normale në kuptimin që ore ku është problemi që të besosh se pallati e ka një ndërtues pa e parë ndërtuesin. Ku është problemi që të besosh se kjo kështjella e ka një ndërtues pa e parë vetë ndërtuesin e kështjellës? Ku është problemi të besosh se kjo tavolinë e ka një marangoz që e ka bërë edhe pse se kemi parë? Po s'ka nevojë se duket tavolina patjetër ka një bërës. Po mirë, kjo botë me këtë diell, me këtë tokë, me gjithçka, nuk e ka një bërës? Patjetër që e ka një bërës. Atëherë ky bërësi i gjithçka nuk deshit paraqitet. Sepse e di që nuk rezistojmë dot ne, ai nëse do ta paraqitej. Atëherë Zoti, pra bërësi i gjithçkaje, na solli profetët dhe dërguarit, cilët ne duhet të vërtetojmë, a janë të dërguar të bërësit? E nëse janë të dërguar të bërësit, atëherë mbaroi historia, duhet i bindemi. Se në momentin që ti kundërshton ambasadorin apo të dërguarin e mbretit apo të shtetit apo një përfaqësues që vjen, do të thotë se ti ke të bësh direkt me atë që e ka dërguar. Në momentin që ne mohojmë, kundërshtojmë
të dërguarin e Zotit, atëherë faktikisht kemi mohuar Zotin. Pra nëse do të përdorim të njëjtat parime dhe të njëjtat ligje që përdorim në jetën njerëzore, do ta kishim shumë thjesht për të kuptuar edhe parimet hyjnore. Pra ne automatikisht punojmë dhe jetojmë me parimet a priori, pra i marrim të mirëqenia se çdo gjë e ka një formësues, për mos thënë krijues. Bërës tashun. Dhe ka një bërës, nëse përdorim term. Kështu që nëse do të përdorim këtë mekanizëm edhe raport me krijuesin, do ishte shumë e thjeshtë. Më duk shumë e thjesht për ta shpjeguar, a kupton? Shumë e thjesht për këtë arsye habitet njëu ndonjëherë pse duhet ta mohoj profetin, pse duhet ta mohoj pejgamberin, ndërkohë që ai e din që kjo botë nuk është as rastësi as vetvetiu, po e ka një krijues, e ka një bërës. Ashtu si çdo gjë brenda botës e ka një bërës, e ka një krijues. Atëherë ky krijuesi, ky bërësi i gjithçkaje, thotë unë nuk paraqitem vet, por ju kam sjell profetin. Po pse s'na paraqitesh? Ai është e ti, punë e ti. Faktikisht ne nuk rezistojmë dot. Nuk e përballojmë dot, se ne nuk rezistojmë dot një krijesë të tij që quhet diell. Ne nuk rezistojmë dot ndaj një krijesë të tij që është i ftohti dhe acari dhe dimri, ndaj një krijesë të tij që quhet flaka dhe djegja, ndaj një krijesë të tij që quhet shafitja e tokës. Nuk e përballojmë dot. Pra dimensionet njerëzore, një mikrobi, një virusi nuk e përballojmë dot, jo me krijuesin. Dimensionet njerëzore janë të pamundura për të balluar këtë. Për këtë arsye njerëzit që ndjekin profetët quhen besimtar. Pse? Sepse i besojnë dikujt. Nuk quhen dëshmitar, po t'ishte parë Zoti dhe po t'ishte puna për të parë Zoti, ne nuk do të quheshim më besimtar, po do të quheshim dëshmitar, se e pam me sytë tonë. Jo, ne i besojmë verbërisht, më thonjsa, atij që quhet i dërguar i Zotit dhe profeti i Zotit. Pse? Sepse ne e dim shumë mirë, ai nuk flet nga vetja e tij dhe çdo gjë e ka nga Zoti i tij. Unë çdo gjë mund ta diskutoj në jetë, po atë që thot profeti, unë nuk e diskutoj. Pse? Sepse di shumë mirë që ai e ka të ndaluar të shtojë diçka nga vetja e tij apo nga fjalët e tij apo nga mendimet e tij. In huwa illa wahyun yuha. Çdo gjë që e thotë ka shpallje dhe inspirim nga Zoti. Ndërkohë çdo dekret, çdo vendim, çdo ligj që nxjerr mbreti i një vendi brenda territorit që ai zotëron apo presidenti i një shteti, të gjithë qytetarët, pra çdo person post pozitës së tij obligohet që ta zbatojë dhe në moszbatimin e saj ka penalizime, ka penalitete. Ju thatë që profetët janë të dërguar, janë delegatë të Zotit. Si qëndron raporti me mesazhet e tyre? A janë këto dekrete që çdo kush jeton në pushtetin dhe në mbretërinë apo në krijimin e krijuesit duhet që t'i bindet, apo kjo pjesë është po themi tërësisht vullnetare dhe gjithsesi zgjedh çfarë do? Ligji i Zotit është që njerëzimi duhet i bindet. Në rastin tonë Muhamedit, profetit fundit, pejgamberit fundit, i cili ka shfuqizuar gjithë ata që kanë qenë përpara tij dhe njerëzimi i mbar duhet të jetë patjetër në rrugën e tij. Ndërsa njerëzit janë të lirë në ato që zgjedhin dhe që bëjnë. Pra njeriu është i lirë në ato që bën dhe që zgjedh, për ta pasuar ose për të mos a pasuar, për ta besuar ose për të mos a besuar. Mirë, po faktikisht alternativa vetëm është ai. Pra njerëzimi nuk ka alternativë B. Sepse Zoti nuk ka thënë po deshet besojeni, po deshet mos e besoni. Jeni të lirë. Zoti thotë jo, alternativa e vetme që ju mund të lidheni me mua është të ndiqni profetin Muhammed. Paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të. Kështu që nuk është kjo punë me alternativa Islami, profeti Muhammed është e vetmi alternativë ose alternativa e vetme. Nuk ka më alternativë B, C apo 2, 3, 4, është një alternativë. E nëse ai që zgjedh ta refuzojë këtë alternativë. Nëse ai është i bindur në vërtetësinë e të dërguarit, pra që me të vërtetë Muhamedi është i dërguar i Zotit, dhe nuk e ndjek, absolutisht ai do ta ketë keq punën, absolutisht, sepse ka dalë jashtë urdhrit të Zotit. Pra Zoti i Madh nuk ka thënë askund, unë po asjell të dërguarin tim, po ju si t'jeni, si ta keni. Ai ka thënë unë po asjell të dërguarin tim që ju ta besoni, që ju ta ndiqni, që ju ta pasoni. Sepse thot, kush nuk e ndjek atë, për të është përgatitur zjarri i xhehenemit, ai atje do të jetë përjetësisht. Pra nuk e ka lënë Zoti, si më thën, fakultative situatët, nuk e ka lënë Zoti vullnetare situatët, dhe nuk e ka lënë Zoti me dëshirë. Pavarësisht se njeriu bën zgjedhjen e tij. Është puna e tij se çfarë zgjedhë për njeriu. Mirë, po Zoti nuk ka lënë alternativë dytë. Kështu që mohimi i tij, mos pranimi i tij, faktikisht është indirekt mohim i urdhrit të Zotit dhe i fjalës së Zotit. Pra personi që refuzon
profetët të dërguarit. Ka refuzuar Zotin. Jeton në po themi në pushtetin e Zotit, në mirësitë e tij, shfrytëzon begatitë e tij, shfrytëzon jetën dhe mundësinë që ai ka dhënë, por se refuzon po themi këtë raport për pranuar që është krijesë dhe duhet ta madhrojë. Kjo e bën pastaj atë mohues të vetë Zotit dhe e penalizon. Pas njësoj se kur thua unë dua të jetoj në Shqipëri, por nuk e pranoj ligjet e këtij shteti. S'funksionon. Pra të jetosh në thojza shtetin e Zotit, në krijimin e tij, thosh unë nuk do të pranoj ligjet e Zotit, s'funksionon. Hoxh, ne bëjmë një shkputje shumë të shkurtër dhe rikthehemi sërish kësaj teme, ndërmiq shihemi pas pak në pjesën e dytë. Të nderuar miq, rikthehemi sërish në pjesën e dytë, po flasim për rolin e profetëve dhe të pejgamberëve. Po ndërkohë Hoxh, njerëzit normalisht mund të jenë skeptik, mund të jenë dyshues, sepse ju thatë që her pas here shfaqen dhe profetë dhe pejgamberë të rem që abuzojnë me këtë term. Si mund ta vërtetojnë njerëzit se po themi i dërguari është vërtet një ambasador i mesazhit të Zotit? Pra, cilat janë argumentet që një profet dhe një pejgamber përdor përballë popullit të tij? Kjo është shumë e rëndësishme, domethënë njeriu, domethënë unë si popull, unë si njeri, domethënë ku ta dalloj njëri që me të vërtetë është i dërguar i Zotit apo nuk është i dërguar i Zotit. Atëherë ka disa, si më thën, fakte të cilat vërtetojnë vërtetësinë ose që dëshmojnë vërtetësinë e tij se ai është profet dhe pejgamber ose i dërguar i Zotit. Prej këtyre fakteve është profecitë e mëhershme, që do të thotë për një profet, për një pejgamber, ka një profeci të mëhershme, ka një sinjal të mëhershëm. Siç ndodh me rastin e profetit ton, pejgamberit alayhis salam, emri i tij, cilësitë e tij janë përmendur në librat e mëhershëm. Pra i kanë përmendur dhe profetët e mëhershëm. Për këtë arsye, për shembull, po të shohësh se si për herë të parë, le të themi, nëse do të përmbahemi versionet që është sonduar te njerëzve, e pyeten: ti je profeti? Ti je i bën 3 pyetje, po një nga pyetjet ishte ti je profeti, pa pritej edhe një profet. Ose për shembull, le të themi në rastin e hebrejve të Medinës. Pse u vendosën hebrejt në Medinë? U vendosën sepse pritin profetin e fundit. Dhe u thonin arabëve, profeti i fundit do të shfaqet prej nesh dhe ne do t'ju shfarosim siç u shfaros populli i Adit dhe i Themudit. Dhe kur erdhi profeti prej arabëve, ata nuk e pranuan profetin. Pra argumenti historik se argumenti i profecisë, pra profecitë e mëhershme. E dyta është ai kur flet domethënë me të vërteta të padiskutueshme për të kaluarën. Pra kur trajton një temë, profeti për të kaluarën trajton fikse siç ka ndodhur. Kur trajton temat për të ardhmen, i trajton fiks siç do të ndodhin. Ky është një argument i dytë. Argumenti i tretë është se fjalët e tij, kur ai flet nga Zoti, nuk kanë përplasje dhe kundërshtim me njëra tjetrën. Argumenti tjetër është jeta e tij. Pra po ta analizosh jetën e tij, suksesin e tij, triumfin e tij, është argument dhe mrekulli. Mënyra se si përhapet feja e tij është argument dhe mrekulli. Mënyra se si ai parashikon të ardhmen, pra profecitë e tij për të ardhmen, parashikimet e tij për të ardhmen, është argument se, domethënë, njeriu mund ta qellojë një herë edhe dy, po nuk mund ta qellojë në gjithçka. Dalja jashtë çdo lloj standardi të kohës në analizën e gjërave. Pra, kur ka folur për shembull për krijimin e njeriu, për fetusin në barkun e nënës, kur ka folur për trupat qiellor, kur ka folur për universin, për galaktikën, diçka që ishte jashtë standardit të kohës, që tregon se ky njeri nuk është nga vetja e tij. Ne kemi edhe një fakt shumë të rëndësishëm për rastin e profetit Muhammed alayhis salam, se ai ka qenë analfabet përballë këtij ndryshimi të madh që solli në historinë e njerëzimit. Civilizimi islam solli ndryshim në gjithë historinë e njerëzimit. Dhe që tregon se nuk ishte atribut i tij personal, pra nuk ishte një përpjekje njerëzore për të sjellë një produkt konkret. E fundit fare, dëshmia e kundërshtarëve dhe armiqve të tij, si në kohën e tij, apo të jo besimtarëve mbas tij. Pra, ata që e studiojnë jetën e tij, edhe pse ndoshta nuk kanë bërë musliman, thonë prit, ky ishte profet, ishte pejgamber. Sepse është e pamundur që njëri i tillë të flasë me kaq kompetenca dhe gjërat janë kaq fikse dhe
dhe të jetë njëri që është rritur në shkretir, as nuk ka pasur mësues, as nuk ka pasur le të themi një edukator, përkundra Zoti i Madh edhe babën ja mori, edhe nënën ja mori, edhe gjyshin ja mori, u rrit jetim nga një derë në një derë tjetër, derisa u rrit etj. Pra, domethënë që njerëzit kuptojnë se nuk kemi të bëjmë me një njeri i cili ka mësuar diku dhe po filozofon, me një njeri i cili është përgatitur diku edhe po shitet si me i mençuri. Jo, ai çdo gjë e kishte nga Zoti i tij. Për këtë arsye, po ta shohësh jetën e pejgamberit, ka pas raste që ai thoshte nuk e di. Derisa ti vinte shpallje nga Zoti, gjë që tregon se nuk i kishte gjërat në dorë. Ka pasur raste që në librin ton të shenjtë Kur'anin qortohet profeti. Siç është rasti i martesës me Zejneben, edhe siç është rasti i surës Abese, dhe siç është rasti i robërve të luftës Bedrit, qortohet profeti. Pra gjë që tregon se ishin gjërat jashtë kapacitetit të tij dhe mundësive të tij. Argumenti i fundit janë mrekullitë e tij. Pra Zoti i Madh jep atij mrekulli që njerëzimi kur ballet me këto mrekulli e kupton se nuk ka të bëjë me një njeri i cili është nga vetvetja e tij, po është i lidhur me dikë që i prish ligjet dhe si më thon sjell gjëra të cilat nuk kanë të bëjnë me ligjet. Për shembull, ja bën me shenjë hënës dhe hëna ndahet në dy pjesë. Dhe nuk është diçka që ka qenë një marrë syri. Mas një muaji vjen një karvan në Mekë dhe banorët e Mekës për ta nxjerrë mashtrues profetin ai e pyetën: "Ora tha para një muaji keni parë diçka?" Po thanë ata, "Kemi parë diçka të veçantë." Thanë këta, "Çfarë ndodhi?" Tha, "U nda hënën në dy pjesë." "Oh," thanë këta tani, "çfarë magjie pas ndikuar në gjithë botën kjo magjia." Ose për shembull dalja e ujit nga duart e tij. Pra kur e fuste dorën në një enë, kur ishin shkretir ose kur ishin ekspedita luftarake, e fuste dorën në një enë dhe dilte uji dhe mbushej ena. Dhe vinin njerëzit, pinin, merrnin, laheshin, merrshin abdes dhe as mbaronte. Ose në ushqim po ta vinte dorën, siç ndodhi me historinë e Xhabirit në rastin e Hendekut. Pra mrekullitë e tij janë argument. Rasti i personit që i doli syu dhe ja vuri syun, tjetri që thyu këmbën, i vuri dorën dhe u shërua. Pra mrekulli njëra mbas tjetrës që njerëzit kuptojnë se nuk kanë bënë me një njeri të thjesht apo me një sharlatan, po kanë bënë me një njeri i cili ka lidhje me Zotin, i cili thyn çdo ligj të natyrës dhe çdo ligj mbi cilin është ndërtuar jeta, siç ndodhte me rastin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që janë numëruar mrekullitë e tij, kapin më shumë se 200 e sa mrekulli. Normalisht, kulminacioni i këtyre mrekullive është Kur'ani. Pra Kur'ani, libri i Zotit, mënyra se si është ruajtur, mënyra se si nuk është lejuar, pra e ka mbrojtur Zotin nga ndërhyrja njerëzore, mënyra se si lexohet, mënyra se si këndohet, mënyra se si njerëzit çdo ditë, çdo moment nxjerrin diçka nga Kur'ani që duket sikur zbuluar për herë të parë dhe duket sikur ka ardhur pikërisht për këtë kohë dhe për këtë moment, siç ndodh në shumë raste. Do të thonë që le të themi ne kemi krijuar qiellin dhe e zgjerojmë atë vazhdimisht. Siç është rasti i mollzave të gishtave të njeriut, ne do ta rikrijojmë njeriu bashkë me mollzat që ai kishte. Pse përmendim mollzat? Sepse nuk ka mollza. Është element i cili bën diferencën mes njerëzve. Pra, domethënë gjëra që është e pamundur për njëri i cili është rritur vetëm të shkretir, i cili s'ka dalë për të mësuar askund, i cili nuk ka pasur mësues që ta mësonte të sillte të tilla gjëra. Pra mrekullitë e tij, jeta e tij, profecitë e mëhershme për të, profecitë e tij, jeta e tij se si është zhvilluar, domethënë dëshmitë e kundërshtarëve të tij, të kohës së tij. Pra kishte shumë raste që ato thoshin ne e dim që ky është profet, po ja çfarë të bëjmë. Jo, sepse fisi i tij, me fisin e tij kemi qenë barazim, këtyre ju erdhi një profet, ku ta gjejmë ne profetin, prandaj do ta kundërshtojmë. Ose i tha dy hebrejt Medinës, tha, "Ora çfarë mendon tha për këtë që erdhi, se emigrojnë në Medinë?" Tha, "Është ai, tha, është ai." "Po çfarë do të bëjmë?" Tha, "Luftë sa të jemi gjallë." Pra kundërshtim dhe mos pranim sa të jemi gjallë, sepse nuk ishte prej tyre. Pra fakte dhe argumenta që njeriu kupton që nuk kemi të bëjmë me njëri të thjesht, as normal, po kemi të bëjmë me njëri perfekt, të shumë të plotësuar, jo të pagabushëm, po që faktikisht ai ka lidhje me Zotin dhe ka inspirim nga Zoti i gjithësisë. Ndërkohë ai ishte pra
Pejgamberi alayhis salam dhe gjithë pejgamberët e tjerë janë mësues të njerëzve në raport me Zotin, me fenë, me besimin, apo janë dhe referenca të jetës, pra janë dhe mësues të mënyrës se si duhet jetuar, se si duhet ndërtuar vlerat, parimet, organizimi shoqëror. Absolutisht e dyta, pra edhe referencë, burim, si më thon, i zbulimit të asaj se çfarë e kënaq Zotin dhe çfarë e hidhron, po edhe referencë për të ditur se si duhet ndërtuar jeta, sepse krijuesi i gjës, njeriu, krijuesi i gjës, botës, është më i ditur se si duhet funksionojë gjëja. Pra, ata janë ata që kanë sjell manualin nga Zoti se si duhet funksionojë gjithçka. Kështu që jo vetëm për punë feje, për punë adhurimi, por për gjithçka janë referencë. Normalisht duhet të kemi parasysh diçka, feja e Zotit është një, nga Ademi alayhis salam deri tek Muhamedi alayhis salam. Profetët janë të ndryshëm dhe ligjet kanë ndryshuar nga profeti në profet dhe ardha e një profeti ka shfuqizuar profetin pararëndës, jo mohuar profetin pararëndës. Kështu që kush e pranon profetin Muhammed, i ka pranuar dhe pohuar të gjithë profetët përpara tij. Mirë, por kush nuk e pranon atë, është me një profet mangët dhe normalisht ka, domethënë nuk është në rregull as me profetin e tij. Pse? Sepse profeti i tij ka parashikuar, ka profetizuar dhe ka paralajmëruar për ardhin e tij. Në momentin që ti mohon atë për cilin ka paralajmëruar profeti yt, ti indirekt ke përgjigjëstruar dhe ke mohuar dhe profetin tënd. Kështu që kush e pranon profetin Muhammed si profet, si pejgamber, si dërguar të Zotit, si mësuesin e tij dhe të gjithë njerëzimit të mbar dhe shfuqizuesin e çdo kujt që ka qenë përpara tij, faktikisht ai është besimtari profetit tij dhe i profetit Muhammed. Për këtë arsye tha profeti alayhis salam, një njeri i cili ka pas një fe më përpara, pa le të themi një legjislacion përpara Islamit dhe më pas pranon profetin Muhammed si dërguar të Zotit, thot shpërblimi i tij tek Zoti do të jetë i dyfisht. Pra jo si çdo musliman që shpërblehet 1 me 10, 1 me 70, 1 me 700, 1 me 1000, 1 me 1 milion. Ky e ka 1 me 20, 1 me 140, 1 me 1400, 1 me 2000, 1 me 2 milion. Pa nuk e ka sevapin siç e ka një musliman. Pse? Sepse ky është besimtar i dyfisht, i profetit të tij dhe i profetit Muhammed alayhi salatu wasalam. Ju përmendët pak se profetët nuk janë të gabueshëm, madje ju përmendet se edhe në Kur'an Muhamedi alayhis salam në disa raste qortohet. Në çë kontekst nuk janë të gabueshëm, deri ku shkon gabimi i tyre? Ka diçka tek profetët që quhet isme. Isme do të thotë mbrojtje dhe ruajtje. Zoti ka ruajtur profetët e tij nga mëkatet e mëdha, nga gabimet e mëdha, po jo nga të voglat. Cilat janë gabimet e mëdha? Vrasja. Cilat janë gabimet e mëdha? Imoraliteti, cilat janë gabimet e mëdha, vera apo pijet alkolike, cilat janë gabimet e mëdha, vjedhja. Pra, profetët e Zotit nuk bien në gabimet e mëdha. Në fen tonë, besimi se një profet i Zotit mund të bëjë një mëkat të madh, siç është imoraliteti apo siç është bigjozi apo siç mëkatet e mëdha që nuk kanë diskutim tek gjithë profetët e Zotit, kjo e bën njeriu jo besimtar. Pra, edhe pse s'ka lidhje me profetin Muhammed alayhis salam, në momentin që ti beson se X profet mund të ketë bërë imoralitet me vajzën e tij, apo ishte i dehur, zotni, profeti duhet të jetë mësuesi. Si mund të jetë mësues një njeri i cili shkon me vajzën e tij? Si mund të jetë mësues një njeri i cili dehet dhe bëhet tat? E përmendën këtë për shkak se ka historira të ndryshme mbi profetët, faktikisht ne nuk i pranojmë dhe nuk mund të i pranojmë. Pra, profetët mund bëjnë gabime të vogla, por jo gabime të mëdha. Pse? Gabimi i vogël tregon se ai është njeri, pra nuk duhet ta çojë njerëzën në shenjtërim sikur të ishte Zot. Por, gabimet e vogla gjithashtu na mësojnë neve se si duhet pendohemi, se i shohim ata se kanë urtësinë e vet. Absolutisht se si pendohen figurën e profetit. Por nuk bën gabime të mëdha sepse janë mësuesit. Mësuesi nuk duhet bëj gabime të mëdha. Dhe mësuesit, pra profetët, i ka ruajtur Zoti nga gabimet e mëdha, thot Zoti wallahu ya'simuka minan nas. Zoti ka ruajtur ty nga njerëzit, pra nga gabimet trashanike, nga hijat, po edhe nga kurthet që mund të bëjnë njerëzit. Mbas Muhamedit alayhis salam, a ka njerëz, a do të ketë njerëz cilët do të kenë mundësi që të komunikojnë me Zotin, pra t'ju vi inspirim për Zotit, t'ju vi shpallje për Zotit, që pra do ketë më mbrapa profet, pejgamber, resul apo njerëz evlia të zgjedhur që ju tregojnë njerëzve mesazhet e Zotit? Nuk mund të funksionojë në këtë lloj forme. Pra, Zoti i Madh mund t'i zbulojë dikujt diçka
mund të inspirojë dikujt diçka, por mund të ketë mulhemin. Mulhemin do thotë njerëz që Zoti i Madh i orienton tek e drejta për çdo gjë, siç ka qenë Omer ibn al-Khattabi. Gjithmonë inspirohet tek e drejta, gjithmonë inspirohet tek ka njerëz me urtësi, ndoshta të dalluar. Jo, Zoti i Madh ja zbulonte në momente të caktuara, po jo që ti vinte angelli, jo që ti vinte shpallje, po Zoti e orientonte. Ka thënë pejgamberi sa nëse do të ketë, si më thon, të inspiruar, në imetin tim njëri prej tyre është Omeri. Mirë, po ky inspiruar i vjen një moment që gabon, siç ishte rasti i murtedinëve në kohën e Abubekrit. Pra Abubekri thoshte murtedinët do t'u shpallim luftë. Omeri thoshte po si të luftojmë sa ata thon la ilaha illallah, thoshte Abubekri jo. U tërhoq Omeri dhe më vonë u kuptua që qëndrimi i Abubekrit ishte më i saktë. Pra Zoti i Madh na tregon se nuk mund të ketë njerëz të përsosur, nuk mund të ketë njerëz që janë të kompletuar. I kompletuar dhe i përsosur dhe i pagabushëm është vetëm krijuesi i gjithçka. Njerëzit e tjerë janë gabueshëm, por ka njerëz që janë të inspiruar. Pra, edhe ne në jetën tonë jemi dilemë mes dy gjërave. Dhe shkon zgjedh atë pikërisht më të duhurën. Si? Nga Zoti. Jemi dilemë, çfarë të bësh për një punë të caktuar. Edhe shkon edhe zgjedh pikërisht atë që duhet. Kjo është nga Zoti. E pra këtë pyetje hoç sepse ka njerëz se por që themi që ka njerëz që e kanë nga Zoti, flasin me Zotin, të tregojnë çdo gjë nëpërmjet Zotit, ta pastaj njerëz i ftojnë të tjerët duke i thënë se un kam një raport specifik dhe special me Zotin. Këta janë të xhindosur, këta janë njerëz të smur. Pra përgjithësi njerëz që mashtrojnë dhe abuzojnë me këtë. Absolutisht po. Edhe termi evlia është lozur shumë me të, domethënë, sepse një evlia nuk e tregon veten, nuk e thot, nëse i ndodh diçka prej Zotit në kerame, nuk e shet, nuk bën treg me të, po e man mes tij dhe Zotit i fsheh gjërat. Pra përgjithësi edhe ata që nëse mund të jenë, po themi evlia, janë modest në raport me atë se çfarë kanë tek Zoti i tyre. Mos harrojmë edhe faktin që do të ketë dhe njerëz, siç tregon profeti alayhis salam, që do të pretendojnë mbas vdekjes tij që janë të dërguar të Zotit, që flasin me Zotin, që komunikojnë me Zotin, jo thjesht evlia, po jo, kanë direkt komunikim me Zotin. Pra profeti ka paralajmëruar për një gjë tillë. Tha, nga vdekja ime deri në ditën e Kiametit do të shfaqen 30. Po faktikisht janë shfaq shumë, po të mëdhej koka janë 30. 30 profetë që do të pretendojnë se ju vjen shpallje, që ju vjen Xhibrili, ku i diun, do të kenë libër, do të kenë orientim, siç ndodh me disa sekte, të cilat domethënë pretendojnë se ju ka ardhur shpallje, kanë libër nga Zoti etj etj. Pra një person, një besimtar, një musliman i cili do të njohë mësimet e Zotit, i kthehet asaj që ka lënë profeti alayhis salam, dhe nuk ka nevojë të kërkojë emra dhe individ të caktuar për të marrë prej, po themi, prej lajmeve apo prej gjërave sekrete. Çdo kusht tjetër përveç pejgamberit alayhis salam, ose mund të jetë i saktë në diçka që thot, mund të jetë i saktë, dhe pjesa tjetër pastaj është gjitha mashtrim, mund të përdori diçka nga Kurani, mund të përdori diçka nga hadithet për të manipuluar njerëzit. Në momentin që i thot vetes se ka zbules apo profeci apo ka kontakt me Zotin apo i vjen Xhibrili, atëherë larg këtyre njerëzve mjaftojmë me atë që thot Zoti në Kur'an dhe profeti alayhis salam, sepse po të ishin këto gjëra të sakta dhe të vërteta, do të na kishte lënë sinjal profeti alayhis salam. Përkundërzi, ai na la sinjal që këta njerëz nuk duhet i ndjekim dhe nuk duhet mashtrohemi pas tyre. Por Zoti shpëlbër për kohën dhe argumentet. Amin dhe ju Zoti shpëlbër. Nërmi që këtu e mbyllim dhe takimin e sotëm, folëm për pejgamberët, folëm për resulit, për të dërguarit, cili është roli i tyre dhe cila është pozita që duhet të ketë një resul dhe një profet tek çdo shoqëri. Zoti shpëlbër që na ndoqët minuta kohëshim kalor sa mirë.